ishulli dhe futës mrenë, darë. Mbrojtja e ishullit, Zoja Rudin është ndërtuar mbi bazën e përvojës mbrojtjes së ishullit gjithë botës. Ishullit. Po ky ka qenë më i miri nga të gjithë. Po pse Joni, se ashtu u morën masa, se është afër, një dhe i tillë është rëndësia që ka ishulli ka shumë rëndësi, Joni, ndryshon nga ishullit e botës, ndryshon nga Korfuzi. Ky ka shumë rëndësi si ishull, e para i herë është në Otranto. Kontrollon gjithë të Otranton. E dyta është i avancuar, siguron edhe 12 milje qik më tanë. Hapësirë ujore. Është porta e hyrjes në gjuhën e Vlorës, o port. Po merë hapësirë ujore ishulli rreth 800 km2. Po të llogarisësh, po të mos e kesh ishullin, nuk i ke të 800 km në det. Po dhe hapësirë ujore si ke. Nuk i ke. Se Shqipëria është 28.000, po ka dhe hapësirë ujore. Dhe më thënë, nuk është vetëm... Të shton hapësirën. është hapësira. Ta shton hapësirën, ta mbron hapësirën. Ta shton hapësirën dhe ta mbron e gjitha. Po hapësira e zonës mbrojtjes, që komandanti i di vetë se ka qenë i kësaj linje, mbron hapësirën ujore për 800 km2. Po mirë, po për na jepet kaq rëndësi ishullit, është i rëndësisë madhe strategjike se 3 problemet që ka pas Shqipëria, ka pas ishullin e Sazanit, Kosovën dhe Çamrinë. 3 problemet kryesore. Po 2 janë zgjidhur deri tash, po gjithë zgjidhur. Edhe rreth kësaj çështje ku ngulmojmë. Ne kemi nder shumë madh që kemi ishullin, po që kemi fortifikuar, po që bëhet kalat, do ngelet si punë kalave. Siç kemi ne kalat që shkojnë bëjnë pelegrinazh sot, ashtu do ngelet dhe ishulli. Jo pra, ishullin ju e dini që po flitet që po kërkojnë për biznes. Po biznes, aty shifen çfarë lloj biznesi. Biznesi herë ata që kërkohet. Për plazh, për gjëra kështu. Biznes peshkimi ka, turizëm peshkimi ka. Turizëm për vizitu këto objekte nëntoksore që do Po do puna ato me ç'duket dhe me ç'duket ne se kemi këtë mundësi. E si ke, gjithë se janë gjallë, janë gjallë njerëzit dhe i tregojnë. I tregojnë. Biznes arkeologjik në New York. Arkeologjik në New York, sepse aty Juli Cezari aty ka zbakuar. Anijet që janë mbytur në Mezokanal, aty janë. Qypat që e ndryshëm që gjenden aty në Mezokanal janë gjitha qypat. Po dhe gjithë njerëzit e shenjtë që ka kaluar nga ishulli për në perëndim. Nuk ka kaluar nga Gibraltari, është larg. Po gjithë nga lindje mesme kanë ardhur, se u kam ndjekur nga malet e Torrosit të Turqisë, lëvizje Bregdetit Aziz Vogël, lëviz Olimp, kanë lëvizur gjithë nëpërmjet Sazanit, tu kanë kaluar. Edhe Sazani ngelet si vend i shenjtë. Do të përmend një studiues amerikan. Siç ka thënë një studiues amerikan. Thotë kështu: Perëndia bëri detet mes dhe për të lindur njeriu. Po për qefin e vet ka bërë detën e Adriatik, Perëndia. Mirë po, kemi shtuar ne të Sazanit, ishulliot, kemi shtuar i tjetët që. Vendkomanda e Perëndisë është Maltomorrit. Pikë e vrojtimit përparuar është ishulli Sazanit. Është shumë e bukur dhe për na jepet rëndësi strategjike. Atëre, bëjmë dhe një ripërmbledhje të këtyre që më qortoi në fakt, zoti Bardhi, kur thash ti po merresh me qendrat e zjarrit. Po, e drejtë është dhe kërkoj ndjes që po e zgjas me to, po dua vërtet një përmbledhje të faktit që sa kemi edhe një herë. Kemi në Sazan janë ndërtuar në Sazan 4.752 bunkerë. Pra praktikisht 5.000 bunkerë. Sa tunele ka? Tunelet llogarinë e sakt ka 4 pikë mbështetje këmbësorie. 4? Po, 4 pikë mbështetje këmbësorie që janë ndë, që mbështetet ushtria. Ka 36 tunele bregdetar. 36 tunele bregdetare. Ç'do të thonë kjo, tunel bregdetar? Që janë futën topat. Futan topat. Topat brenda. Topi 122 mm është futur brenda në tunel. Futur brenda me gjithë municionet dhe do të bëj qytet del jashtë. Dhe qëllon që aty. Janë strehuar se hyn e dalin. Nga bunkeri. Tjetër tunele? 36 tunele bregdetare. 36. Jemi deri tani. Kemi 5 tunele që ka bërë Turqia rrugës. Turqia? Italia. Më falë. S'ka gjë. Jo, ka pas Turqia. Ka pas Turqia Sazan. Po, me siguri. Ka pas. Anglia ka pas. Greqia ka pas. Kur u shfall pamërasia e Vlorës, ka pas marina greke.
Venet Sazanin. Për ne i bëndë presion Vlorës që iku Ismail Gjemali një nga presion ka qenë marina greka që ishën në Sazan. E kanë pas gjithë shtetet. Kanë pas të gjithë Sazane. Ne kemi marrë në kontroll absolut plot 22 tetor të 24-ës. Edhe se kemi, më thonë, ndaj është kushtu ka qërëci. Edhe ka shumë në kontroll të plot e morëm në 22 tetor të 24-ës. Këtë ishull që ju e quani me frazat cilat nuk i kisha dëgjuar më përpara, por ndër kaq. Kur e shkatruam në ishullin? Cila ka qenë dita e shkatrimit të ishullit?